Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi të jemi sot bashkë këtu për të folur për ecurinë e paketës së maleve, e cila ka nisur si një politik që kërkon të japë zgjidhje një problemi të vjetër, por duke krijuar mundësi të reja për të gjithë territorin e vendit. Ne të gjithë vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të zhvillimit që turizmi ka pasur në vendin tonë dhe përjedhoi të nxitjes që zhvillimi turistik i ka sjell gjithë rritjes ekonomike të vendit tonë, pasi turizmi është një sektor kyç i cili nuk qëndron i vetëm në sektorët e ekonomisë, por është një sektor që gjeneron një efekt multiplikues i cili dyfishon ato investime dhe të ardhurat që gjeneron dhe në sektor të tjerë si transporti, si konsumi, si tregtia me pakicë. Pra, është një sektor i cili duke u zhvilluar gjeneron punë, jo vetëm për ato investime që bëhen në sektorin e turizmit, por dhe gjithë investimet që janë të lidhura me të. Dhe qytetet të ndryshme kanë parë një rritje të numrit të turistëve gjatë viteve të fundit dhe kjo është transferuar në rritje të mirëqenies, në rritje të ardhurat të qytetarëve, jo vetëm nëpërmjet punës që krijon një hotel, një bujtinë apo një restorant, por nëpërmjet gjithë zinxhirit të vlerës që krijon. E vërteta është që Shqipëria është ndër ato vende që vitet e fundit ka pasur rritjen më të madhe të numrit të turistëve, ka pasur aeroporti i Tiranës ka pasur rritjen më të madhe të fluturimeve dhe të pasagjerëve. Pra, shifrat janë aty dhe tregojnë qartë që ne në përmjet politikave që kemi zbatuar për nxitjen dhe incentivimin e sektorit turizmit kemi qenë suksesshëm. Por sfida është se si do të vijojmë të mbetemi të suksesshëm, do të vijojmë të mbetemi relevant në këtë drejtim. Dhe në fakt zhvillimi i turizmit është një zhvillim i cili është i polarizuar, është një zhvillim i përqendruar në Bregdet dhe në qytetet kryesore me potencial historik, por ka një territor të jashtëzakonshëm që i përket zonave malore që mbetet ende i pashfrytzuar. Pse thash është një politikë e re që jep përgjigje një problemi të vjetër, sepse ju e dini fort mirë që sa herë që në dyert e bashkive që përfaqësoni troket një person që ka interes në investim, ju jeni të detyruar mos e çoni procesin përpara për shkak të problematikave të pronësisë që janë aty dhe që duhen zgjidhur. Nëpërmjet projektligjit që u miratua disa muaj më parë, ne kemi menduar një mekanizëm i cili kërkon një koordinim shumë të ngushtë të gjithë aktorëve qeveritar, pra duke filluar nga ju, duke vazhduar me ASHK-n, duke vazhduar me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, duke vazhduar me AZT-n, me Ministrinë e Ekonomisë, por edhe me Ministrinë e Financave. Kërkon një mekanizëm, një bashkëpunim të fortë në mënyrë që ai potencial që ky territor ka të zhvillohet dhe të çlirohet nga ato problematikat të kaluarës. Ne besojmë fort që ato investime që Ervini paraqiti, pra ato kërkesa, ato shprehje interesi, mund të realizohen në një kohë shumë të shkurtër nëse angazhohemi të gjithë. Dhe dua të përgëzoj ato bashkitë e para të cilat e kanë sjell propozimin pranë qeverisë nëpërmjet Ministrit për Pushtetin Vendor, pra Tropoja, Elbasani, Belshi, Skrapari, Përmeti, janë të gjithë bashkitë që janë pararoj dhe do t'ju ftoja të gjithëve ju që të ndiqni modelin e tyre dhe të vinë në garë me njëri tjetrin në fakt, pasi jo vetëm ky projekt ligj zgjidh një problem të madh të çliron një problem të madh të pronës, por i jep 500 përfituesve të parë një sër masash të lehtësirave fiskale, siç është përjashtimi nga TVSH-ja, përjashtimi nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, përjashtimi nga taksa e pronës dhe përjashtimi nga tatim fitimi për 10 vite. Nuk janë pak, janë nxitje të cilat bashkë me zgjidhjen e problemit të pronës do të ndikojnë në atë akselerimin e investimit të investitorëve dhe unë, siç thash, do t'ju sugjeroja që të bëheni ndër të parët, që të punoni me investitorët që keni në territoret tuaja, me qëllim që të përfitohen nga këto lehtësira fiskale. Për herë të parë, ne si qeveri e shohim dhënien e të drejtës së pronës me detyrim për zhvillim. Shumë vite kemi parë dhënie të drejtës së pronës dhe prona të cilat tashmë mbeten aty, qytetarët marrin pronësinë e tyre dhe mbeten të pazhvilluara dhe nuk japin një kontribut në zhvillimin ekonomik të secilës prej bashkive tuaja.
Ne, nëpërmjet këtij projekt ligji, do të japim qytetarëve dhe investitorëve mundësinë për të zhvilluar pasurinë e tyre, duke marrë të drejtën e pronësisë me 1 euro, pra me një çmim fare simbolik, me kushtin që ato të realizojnë investimet e tyre në një kohë të caktuar. Pra të gjithë këto benefite do të jepen me këtë kusht, sepse është e nevojshme që ne të nxisim zhvillimin në këto zona, është e nevojshme që për të arritur ato potenciale të turizmit që neve duam të arrijmë, për të nxitur turizmin gjithvjetor, të bëjmë investime dhe të bëjmë në një kohë sa më të shkurtër. Ndaj, nxitja ime për gjithë ju është që ne gjithë së bashku të punojmë të koordinuar me qëllim që atë mundësi që na jep ky projekt ligj të mos e lëmë të flënë sirtar, por të luftojmë secili me armët e veta me qëllim që të realizohet sa më parë. Ju falenderit.